Po, sot do mon ka fillu dezinsektimi i qytetit të Prishtinës. Fillimisht kemi filluar që nga mëngjesi me hudhën e larvicideve në vende ku qëndrojnë insektet dhe ku zhvillohen. Ajo ndihmon do mon në uljen e zhvillimit të tyre në mas të madhe. Pastaj në mbrëmje do të vazhdojmë me dezinsektimin e insekteve që janë të gjalla dhe që qarkullojnë në natyrë, të cilat janë problemi madh për qytetarët. I kemi trajtuar disa vende të ndjeshme, si që janë ato në pjesën lartë në Veternik, pjesa e kanalit, si që po shihet në këtë pjesën këtu, ku është edhe grumbullimi i insekteve ose shumimi i tyre, domthonë edhe do të provojmë të gjejmë vende të tilla që gjendet ujë në objekte për shembull si podrume, objekte të ndryshme dhe në gropa septike, të cilat domthonë ndikojnë në zhvillimin e insekteve me konkretisht mushkonjave. Hudhja e larvicideve bëhet çdo fillim faze 2 ditë, ndërsa dezinsektimi në mbrëmje bëhet 5 ditë radhazi. Domthonë në mbrëmje fillon nga ora 20 dhe përfundon në ora 24 ose 23 varësisht prej terrenit ose angazhimeve të cilat i kemi.